Nuk e pa i lëvizur, deri 2 orë e diçka, ku më shkuën pa i lëviz kompiverit. Në atë aspektin sportiv, që ku janë ekspertat, A plasin. fiton diçka me thyrjen e rekordit të Guinness? Ne kemi këtë dhuratë për ty në shejtë simbolikës edhe në shejtë të kësaj simbolikës që ti e bëre për 250 turën, është panela e Panela më e re e këtij kampionati e këtij botërori. Të këtij botërori. Se më lejohet e veshimi një herë. Po, more. Faleminderit shumë. Kurse mas parë shko atje heke këtë bardhën ja jep Albanit. Edhe një 2-3 fjalë lëri për Amerikën në ti thotë, kur e shef flamurin Amerikan, çfarë përjetimi ki? Ka shumë herë që kam tentuar, po do të shkoj patjetër në Amerikë me sfidu një rekord të librit Guinnessit. Ndoshta do ta sfidoj ndërtesën e Donald Trumpit, ecje shkallëve, edhe pse pak më herët me profin e bisedum, me 14 korrekulltoj për Dubai, për ta sfidu ndërtesën më të lartë në botë, Burj Khalifa, 163 kat, 2909 shkallë, 828 metra lartësi. Wow. Shkoj atje, më është dhënë leja, që 12 vite kam prit, prej viti 2014, për më dhënë leja. Tashti më ka dhënë leja, sepse është dashur autoritetet e Kosovës me bë kërkesë të parit të Dubajit, po prej viti 2014 nuk është bërë leja, nuk është bërë kërkesa. Kjo lajm. Tashti, do të patjetër me thonën, brenda 10 dite, gazetari nga Shqipëria Blendi Fevziu më ka siguruar ndërtesën në Burj Khalifa. Edhe po shpresoj, Përshëndesim Blendi. Përshëndesim, super lajm.